Të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak intervistën e Viserlo në Shqipëria Live me Sidorelën. Viserlo foli rënjësisht për jetën e tij, për të kaluarën e tij, për thashethemet, për fjalët të cilët vehen mbi imazhin e Viserlos. Domethënë, pati një rrëfim të gjatë për gjithçka që Viserlo ka kaluar deri më sot. Por me patjetër nuk u la pa u prekur edhe fakti që Viserlo brenda në shtëpinë e Big Brotherit nuk është se kishte raporte të mira me disa nga banorët, por kulminacionin e ka patur me Gjestin. Një postim i tij muaj më parë në rrjetin social Instagram të tij ishte për këngëtarët të cilët blejnë klikime, blejnë rritje të këngëve të tyre në mënyrë të pashpjegueshme. Të paktën kështu domethënë u interpretua nga Viserlo dhe në këtë ret ishte i përfshirë Gjesti edhe Egli si dy personazhet më të thumbuar në këtë rast nga ana e Viserlos. Viserlo foli gjatë për këtë dhe akoma i qëndron mendimit që Gjesti dhe Egli i blejnë klikimet e tyre si shumica e këngëtarëve. Tani unë dua pak të ndaloj të kjo pjesa, duke u marrë vetë çdo ditë me rrjete sociale dhe duke ditur se si funksionon fenomeni i klikimit, apo ta quajmë ne fenomeni i blerjeve të klikimeve, është e vërtetë që ekziston që ka këngëtarë që edhe i blejnë klikimet. Por, për këtë gjë jam i sigurt dhe nuk ma heq dot njëri dyshimin tim, domethënë thjesht po bëj një analizë dhe ne si jemi në një thelb si analist të showbizit, të deklaratave që bëhen, kemi të drejtën të deklarojmë mendimin ton, të analizojmë, domethënë një intervistë. Në këtë mes tek Egli dhe tek Gjesti në asnjë mënyrë nuk shoh Gjestin që po blen klikime dhe Eglin që po blen klikime, sepse vet fama që Egli dhe Gjesti kanë arritur, vet imazhi që Egli dhe Gjesti kanë arritur, i bën ato që publikut t'i shtohet kureshtja, edhe t'i vlerëson, t'i voton sa më shumë në përjetet sociale të tyre, YouTube dhe gjithçka tjetër. Tani, klikimi me patjetër që vije nga një numër i madh i klikimeve, në qoftë se po u shpjegoj një formë të klikimeve se si shkon. Në qoftë se kënga nxirret në YouTube dhe automatikisht domethënë klikohet shpejt, ajo këngë nga YouTube merr një lloj të quajtur i supporti, domethënë merr një lloj suggestion. Dhe ju kur futeni në YouTube, ajo kënga vet nga YouTube u del ju për si suggestion për ta klikuar, do të thënë për ta dëgjuar si këngë, do të thënë YouTube ju a sugjeron ju që ju ta ndëgjoni këtë këngën sepse tek YouTube ka arritur një lloj niveli që i duket një projekt me vlerë, i duket një projekt me shumë interes te publiku dhe YouTube i rekomandon sa më shumë. Do të thënë momentin që e rekomandon YouTube, kënga ka mundësinë të merr 10 milion, 20 milion, sepse del përtej, do të thënë jo vetëm ku ka shqiptar, por përtej shqiptarëve. Dhe kjo nuk është klikimi bler. Kjo është rekomandimi YouTube-it që vetë platforma YouTube ka këtë. E njëjta gjë që ndodhen për shembull me Facebook-un kur një foto futet viral, të quajtur viral në gjuhën e përditshmërisë që ne e përdorim, mund të merr lajka nga kudo. Do të thënë mund të merr lajka edhe nga persona që ti nuk i ke friends, që nuk i ke miq. E njëjta gjë është edhe me YouTube-in, e njëjta gjë është edhe me TikTok-un. Do të thënë, algoritmi është i krijuar i tillë që në momentin që kënga publikohet dhe ka një interes të madh nga ana e publikut për ta dëgjuar këtë këngën, YouTube-i menjëherë vet e rekomandon tek të tjerë, do të thënë është algoritmi i krijuar i tillë dhe nuk do të thotë që artistët si Gjesti dhe Egli apo personazhe, për shembull Luizi, që kanë qenë pjesë e formatit Big Brother dhe kanë bërë revolucion në Big Brother, i blejnë klikimet. Në asnjë mënyrë, janë vetë këngët që domethënë rekomandohen dhe ridëgjohen, dëgjohen gjithmonë dhe normalisht krijojnë atë klikimin e madh që tek dikush mund të duket edhe si i bler ky klikimi.
Por ajo që në fakt më pëlqeu në intervistën e Viserlos dhe dua ta komplimentoj, është fakti që Viserlo pa marrë parasysh se si kishte raportet me gjestin, diti të jetë njerëzor, diti të jetë me këmbë në tokë dhe diti që të kërkoj, diti ta shpreh ndjesinë e tij shpirtërore për tragjedinë që i ka ndodhur gjesti, që në kuptimin që diti të jetë njeri me dhimbje. Nuk do thotë që Viserlo ka përzgjedhur këtë pamje të qenurit në Big Brother dhe është njeri i keq, që mos keq kuptohemi, ai është djalë i mrekullueshëm për formën e tij, është një artist shumë dimensional, por ka dhe bindjen e tij. Tani, ndoshta tek publiku shqiptar, muzika që unë gjithmonë e kam cilësuar si më të veçantë muzikën e gjestit në krahasim me Viserlon, është një muzikë që pëlqehet më së shumti dhe Gjesti është një këngëtar që këngët e tij janë pak më të pranueshme për veshin Ballkanas, ndërsa Viserlo këngët e tij ka pak një lloj muzike që nuk luhet shumë tek ne shqiptarët dhe normalisht që e ka shumë më të vështirë ngjitje në treg. Ky është mendimi im dhe un kam të drejtë që t'jap mendimin tim. Ndërsa tek Egli, unë e kam thënë gjithmonë që Viserlo në mënyrë ironike tha që Egli arriti të merr atë që donte. Unë mendoj që Egli, me patjetër si Egli, si Viserlo, si Gjesti, si Laerti, si Rozana, të gjithë kanë patur një qëllim që kanë hyrë në Big Brother. Big Brotheri nuk është diçka spontane, Big Brotheri është diçka e mirë menduar, ti krijon një qëllimin tënd dhe dëshiron që qëllimi tënd të shkosh deri në fund dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe. Nuk ka gjë të keqe që për shembull Egli ta përdorën Big Brotherin për famën e saj. Është një mundësi shumë e mirë që të vjen në jetë dhe nuk i vjen çdo kujt. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur, pse mos e përdorën? Unë jam pro njerëzive të cilët mundësitë e tyre i përdorin për të mirën e tyre. Dhe në këtë rast Egli veproi shumë bukur. Unë shpresoj që Viserlo të zbutën zemrën pak në raport me Gjestin dhe me Eglin dhe kjo që unë u shpjegova është shumë e qarët për ta kuptuar sepse unë merrem çdo ditë me këtë punë dhe e di shumë bukur se si funksionon projekti dhe si funksionon një këngë, por gjithsesi Viserlo në fund tha që unë nuk kam asnjë gjë me asnjë nga banorët, çdo gjë që ndodhi ishte aty. Më tregoni si e keni parë intervistën e Viserlos.